Greqia mbështet fuqishëm antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky deklarim erdhi nga konsuli i përgjithshëm grek në Gjirokastër, Sokratis Survinos, i ftuar në forumin e hapur Rruga Evropiane e Shqipërisë dhe roli i rajonit të Gjirokastrës si pikë kontakti me Greqinë, mbajtur në Universitetin e Qrem Çabej. Survinos njëherëzi e ka cilësuar Gjirokastrën si një vend kyç në marrëdhëniet mes dy vendeve fqinje. Greqia mbështet fuqishëm antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ka qenë dhe është një rrugëtim i vështirë, kërkon reforma, sakrifica dhe mbi të gjitha vullnet. Shteti im, Greqia, është e predispozuar të jetë nismëtare e integrimit të gjithë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Natyrisht, Gjirokastra është një vend kyç në marrëdhëniet midis dy vendeve tona. Dhe jo vetëm kaq, është epiqendra e bashkëpunimit dhe e shkëmbimit me Greqinë në fushën e ekonomisë, kulturës, arsimit dhe natyrisht turizmit. Aktivitetet si sotmi në Universitetin e Gjirokastrës i shërbejnë këtij bashkëpunimi, për të cilin jam i sigurt se do forcohet më tej. Pozicioni gjeografik i Gjirokastrës, por edhe minoriteti etnik grek janë dy faktorë që japin shumë avantazh Gjirokastrës. Ky event u realizua në kuadër të projektit Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë. Projekti synon të transformojë universitetin në një laborator aktiv për integrimin evropian, duke lidhur njohuritë akademike me politikbërjen dhe zhvillimin rajonal. Gjatë kësaj periudhe janë integruar tematikat e qeverisjes evropiane në procesin akademik dhe është ndërtuar një bashkëpunim i ngushtë me bashkitë e të gjithë rajonit. Një objektiv parësor mbetet krijimi i marrëdhënieve të qëndrueshme me rajonet e Greqisë, bazuar në inovacion, kërkim shkencor dhe shkëmbime akademike. Integrimi evropian nuk nis vetëm në Bruksel, por në universitete dhe komunitetet tona, pasi rajonet të forta do të thotë një Europë më e fortë. Takimi vijoi në një format hapur bashkëbisedimi me studentë dhe pedagogë ku të pranishmit patën mundësinë të adresojnë pyetje dhe të ndajnë mendime në një dialog të drejtë për drejtë.